Në rrugën nga rreth rretullimi në Rus drejt drejtorisë së policisë, aktualisht është përqendruar puna për shtrimin e tubacioneve të ujit të pishëm. Siç tregojnë edhe pamjet e filmuara paraditën e së shtunës, gjatë hapjes anësore të rrugës për vendosjen e tubacioneve të ujësjellësit, kërkohet kujdes i veçantë pasi puna po kryhet në një terren shumë kabllor nëntoksore, të internetit, telefonisë dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Fatmirësisht deri më sot nuk ka pasur aksidente dhe shpresojmë që punat vijojnë në këtë mënyrë deri në përfundim të këtij projekti. Qëllimi i tij është fuqizimi i rrjetit të ujësjellësit në Shkodër, si dhe në rrethina. Ashtu në lagjet e qytetit për shkak të punimeve, qarkullimi i automjeteve në këtë zonë është vështirësuar. Për të parandaluar aksidentet, janë angazhuar dhe punojës të posaçëm për orientimin e drejtuesve të mjeteve. Deri tani janë shtruar tubacione kryesore nga stacioni i pompave të ujit të pishëm në Dobraç, duke vijuar në zonat informale të banuara deri në lagjen Skanderbeg. Ky projekt është mundësuar përmes një marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe bankës gjermane KfW me një financim prej 9.2 milion eurosh. Sipas specialistëve që monitorojnë zbatimin e tij, kjo skemë e re e furnizimit me ujë të pishëm pritet të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e këtij shërbimi për mira konsumatorë në qytetin e Shkodrës dhe rrethinat e saj.